mendoj se këto çështje për cilat thash duhet protestojmë, është një palë e cila i mbron këto, me çdo kusht, për interesa shumë të ulta, personale. Dhe pala tjetër, e cila është një opozitë, e cila është aq e qetë, nuk ka një lëvizje nga opozita, dhe po t'ishte një vend tjetër, dhe të ndodhte kjo gjë, sigurisht se opozita do ishte pak më aktive dhe do shfrytëzonte për interesat veta si opozitë, si parti opozitare. Ne sikur jemi pajtu me këtë gjendje të cilën e kemi. Ne jemi pajtu me një gjendje të personave të nështruar, kjo na pëlqen kur nështrohemi nga i huaj, nga ai tjetri. Na pëlqen kur nështrohemi edhe nga i që është yti, sepse jemi mësu, jemi personat atil të nështruar. Jemi mësu të na heqin gjuhën, të na heqin ligjet e ndryshme, përfaqësimit jetë në bazë të meritokracisë dhe jo numrave, dhe ne jemi mësu me gjitha këto. Dhe kemi pranu që t'jemi shtresa e dytë në shoqëri, dhe kështu ndjehemi shumë komod. Por besoj se protestat e studentëve, ta them Nazim, më kanë vënë shumë shpresë. Më kanë vënë shpresë se në këtë vend ka do tri që janë të mençur.